Një person që për mua është shumë i rëndësishëm është investitori i rrugës, që është drejtori i RSH-s. Drejtori i RSH-s, po. Drejtori i RSH është investitori i rrugës i cili investon. Jo çdo projekt që shkon në RSH financohet. Zoti Verdha. Zoti Verdha. Edhe këtë e kam takuar paraprakisht, para se të bëj shkresat, i kam takuar, i kam kërkuar. Ju i njihni që i takonit apo si approach? Ju dal borxhit moralisht. Ju dal borxhit dhe duke qenë se edhe Ergyll Verdha ka qenë dhe djali i profesorit të Fakultetit të Ndërtimit, ja kam kërkuar dhe i kam thënë mos të turpro babain se kjo është një turp i madh që do të dalë në të ardhmen dhe turp do jetë. Aty kuptova që ishte një fuqi tjetër mbi Verdhën që e kishte detyruar për të, sepse tha ajo rrugë do bëhet. Pavarësisht se unë i kërkova të anullonte tenderin, se tenderi ishte parasaktuar. Unë i shkova Ergyll Verdhës me emrin e kompanisë e cila do fitonte tenderin mbas një jave. Kur unë të A ju i tha do fitoj ky, ndërkohë që mos bëj tender, pra ai vazhdoi bëri tenderin.